Në ditët e para të marsit, përdoruesit e makinave u përballën me rritjen e parë të çmimit të karburantit në vend, që kërceu nga 175 lek, nivel që qëndronte i pandryshuar prej gati 2 vitesh në 179 lek për litër. Rritja e çmimeve në ditët në vijim ishte e pandalshme, si rrjedhoi e shtrejtimit të naftës në bursa pas nisjes së sulmeve ndaj Iranit, që shkaktoi kaos në tregjet globale. Pavarësisht rritjes së çmimeve, kërkesa jo vetëm që nuk ra, por u rrit duke provuar se nafta është një produkt i domosdoshëm. Të dhënat zyrtare nga dogana bën të ditur se konsumi i naftës në muajin mars ishte 35.800 ton, nga 33.800 ton në të njëjtin muaj të një viti më parë, me një rritje prej gati 6%. Edhe operatorët e tregut pohuan se nuk kanë konstatuar rënje të konsumit në mars, pavarësisht shtrejtimit të çmimeve. Sistemi i dobët i transportit publik, i përqendruar vetëm tek autobusët, bën që shumë individ të përdorin makinat personale për të shkuar në punë apo për të shoqëruar fëmijët në shkollë. I lartë mbetet konsumi dhe për të lëvizur në fundjavë. Në mars konsumi ishte 35.800 ton, ose rreth 42.4 milion litra. Në Shqipëri konsumi i naftës mbetet i lartë, teksa pjesa më e madhe e makinave që qarkullojnë në vend përdorin këtë karburant si lëndë ndjekëse. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, deri në fund të shkurtit në vend kishte aktive mbi 1 milion mjete. Nga këto, rreth 732.000, ose gati 70% e totalit, përdorin naftën si lëndë ndjekëse. Rreth 210.000 automjete, ose gati 20% përdorin vetëm benzinën. Ndonse se regjistrimi i makinave elektrike po vjen në rritje, sidomos në mars, pas shtrejtimit të naftës, pesha e tyre ndaj totalit mbetet minimale, në vetëm 1.3%, me rreth 15.000 mjete elektrike që qarkullojnë në vend.